Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshorës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe peshor, mesazhi juaj është futu kokë e këmbë. Shpeshherë themi e futur në këtë situatë, në këtë marrëdhënie, në këtë projekt kokë e këmbë. Në fakt, kjo letër thot zhytu plotësisht në atë që do. Peshore, kjo letër të thot qartë, mos qëndro në mes. Je mjeshtër e ekuilibrit, por ndonjëherë pikërisht kjo të pengon të përfshihesh plotësisht në çfarëdo që të jetë, të dashur. Ti mendon, analizon, peshon çdo anë dhe kështu energjia shpërndahet, pasioni zbehet, por mu kjo periudhë po kërkon diçka ndryshe nga ti, të futesh thellë, pa rezerva, do të thot all in, apo kokë e këmbë. Ndoshta ka diçka që të ka thirrur, një projekt, një ëndër, një ndryshim apo një ndjenjë që ke shtyrë. Kjo letër të fton të mos e bësh me gjysmë, por të japësh veten me gjithë forcën, kreativitetin dhe besimin që ke. Vetëm kur jeton plotësisht diçka, ajo të përgjigjet me të njëjtën thellësi. Nëse ke ndjerë boshllëk ose mungesë motivimi, kjo ndodh sepse nuk po jeton më me atë që të frymëzon. Zhytu në diçka që të bën të ndihesh gjallë. Mund të jetë arti, puna jote, një lidhje, një projekt personal, çdo gjë që kërkon vëmendjen tënde të plotë, të dashur peshor. Ndonjëherë nuk ke nevojë për më shumë ekuilibër, ke nevojë për zjarr. Pra, të zhytesh në atë që do dhe lëre universin të riorganizoj gjithçka tjetër përreth teje. Fjalët që duhet i mbani mend, të dashur, kur jap gjithçka nga vetja, jeta fillon të ma kthej me bollëk. Të dashur peshor.